Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku takuam sërish në këtë edicion informativ, ku në vim ju ftoj që të ndiqni informacionet e përgatitura. Qindra e qytetarë kanë marshuar në bulevardin kryesor të Tiranës në një protest kundër qeverisë, duke rikthyer kërkesat për ndryshime politike dhe institucionale. Organizatorët kanë bërë të ditur se protesta do të vazhdojë deri në arritjen e objektivave që kanë shpallur. Në mbalvitjen e flamujve kuqezi dhe me pankarta kundër qeverisë, qindra e qytetarë kanë marshuar përgjatë bulevardit kryesor të kryeqytetit në një protestë që sipas organizatorëve përfaqësojnë një reagim qytetar ndaj situatës politike në vend. Në tubim morën pjesë qytetarë nga kategori dhe grup mosha të ndryshme, përfshirë të rinj, student, pensionistë, profesionistë dhe familjar, si dhe shqiptar të ardhur nga diaspora. Pjesëmarrësit e kanë cilësuar protestën si shprehje të pakënaqësisë publike dhe kërkesë për ndryshim. Gjatë fjalimeve të mbajtura përpara kryeministrisë, organizatorët ritheksuan 5 kërkesat e tyre kryesore, ku në fokus mbetet dorëheqja e kryeministrit Rama. Krahas saj ata kërkojnë krijimin e një qeverie teknike, ndryshime kushtetuese dhe reforma që sipas tyre garantojnë zgjedhje të lira dhe institucione funksionale. Në përmbytje të protestës, organizatorët deklaruan se lëvizja nuk do të ndalet dhe se qytetarët do të vijojnë mobilizimin edhe në ditët në vijim deri në përmbushjen e kërkesave të shpallura që në nisje të kësaj lëvizjeje qytetare. Pas protestës së mbajtur një ditë më parë para kuvendit, qytetarët e zhvendosën këtë të mërkurë tubimin e tyre përpara prokurorisë së posaçme. Gjatë protestës ata dorëzuan librin The Albanian Files, duke kërkuar nisjen e hetimeve ndaj kryeministrit Edi Rama për pretendimet që sipas tyre ngrihen në këtë botim. Një ditë pasi protestuan për orë të tëra përpara kuvendit, protestuesit e zhvendosën aksionin e tyre drejt ambienteve të prokurorisë së posaçme, ku kërkuan që SPAK të verifikojë përmbajtjen e librit The Albanian Files, të cilën e konsideroi një bazë provash për hetimet e qeverisë. Me librin në duar dhe të shoqëruar nga një peticion i firmosur nga pjesëmarrësit në protestë, një përfaqësi e tyre hyri në institucion për ta depozituar zyrtarisht. Sipas protestuesve, votimi përmban dokumente dhe të dhëna që pas pretendimeve të tyre, duhet të shërbejnë si bazë për nisjen e një hetimi penal. SPAK e mbajti librin që ne dorëzuam, pas deklaratës tonë publike që ne kërkojmë nisjen e hetimit për atë që ne e çojmë si një skemë kriminale të kapjes shtetit, ata e mbajtën librin Albanian Files si dokument dhe na thanë që të presim përgjigje në ditët në vijim. Do të kemi edhe një kallëzim penal që po përgatitet nga avokat dhe jurist përgjatë ditëve, kështu që do të kemi edhe një kallëzim penal. Ka disa akuza, ne aty mendojmë, pretendimet tona është se ligji është ndryshuar me porosi, kemi pretendimet tona që ka konflikt interesi për një pjesë të projekteve, që janë shmangur konsultimet publike, që interesi privat i oligarkëve që kanë ndërtuar dhe arkitektëve është vendosur para interesit publik, kështu që ka disa pretendime të cilat sigurisht do të strukturohen në një kallëzim penal, do t'i ofrohen prokurorisë posaçme. Denoncimi për në SPAK është një nga aktet që ne kemi bërë protestës, por ne vijojmë protestën normalisht në orën 19 në sheshin Skënderbejt për të marshuar drejt kryeministrisë si çdo ditë. Pas daljes nga SPAK, përfaqësuesit e protestuesve deklaruan se materiali është administruar nga institucionet dhe se tashmë presim reagimin e prokurorisë së posaçme. Nga ana tjetër, kryeministri Rama ka reaguar më herët për këtë publikim, duke theksuar se The Albanian Files është një projekt editorial i pavarur dhe jo një dokument zyrtar me vlerë hetimore. Protestuesit konfirmuan se mobilizimi i tyre do të vijojë edhe në mbrëmje me grumbullimin e radhës në orën 19. Ata deklarojnë se nuk do të ndërpresin protesta deri në plotësimin e 5 kërkesave që kanë bërë publike prej nisjes së kësaj lëvizjeje. Aksioni së martës u shoqërua me tensione dhe përplasje me forcat e policisë. Protesta, e cila nisi përpara kuvendit, vijoi më pas drejt drejtorisë së policisë së Tiranës dhe përfundoi pas një marshimi disa orësh në kryeqytet. Si pasojë e incidenteve, policia shoqëroi 6 persona. Gjatë pjesëmarrjes në Forumin Evropian të Inovacionit dhe Sipërmarrjes Ruhr Summit në Gjermani, kryeministri Edi Rama komentoi edhe protestat që po zhvillohen në Tiranë. Ai cilësoi ato si një sinjal të rëndësishëm për qeverinë, por u shpreh se mesazhi i tyre është deformuar nga ndikimi i aktorëve të jashtëm dhe dinamika e rrjeteve digjitale.
Kryeministri Edi Rama gjatë pjesëmarrjes në Forumin Evropian të Inovacionit dhe Sipërmarrjes Ruhr Summit në Gjermani ka folur edhe për protestat e zhvilluara në Tiranë, duke i konsideruar ato një mesazh të rëndësishëm për qeverinë e tij. E konsideroj një mesazh të rëndësishëm për mua dhe qeverisjen time, po mundohem ta dëgjoj me shumë kujdes, jo duke numëruar njerëzit, po duke u përpjekur të kuptoj shqetësimet. Qeveria e që resht të dëgjuari, resht të qeverisuri, ka pjesë të transformimit të Shqipërisë, sepse kemi jetuar në një kohë që protestat nuk lejoheshin, edhe erdhën në një periudhë kur protestat u bën të rrezikshme. Në të njëjtin bulevard ku flamingot festojnë lirin, ishte njerëz që u vran, protestues që humbën jetën, jo shumë kohë më parë. Rama theksoi se kjo dukuri nuk është vetëm shqiptare, por një fenomen që po shihet edhe në vende të tjera europiane, ku rrjetet sociale dhe algoritmet sipas tij mund të përforcojnë indinjatën dhe të deformojnë debatin publik. Ajo që dua të them është që pasi gjithë kësaj të mire, erdhi e keqja, erdhi modeli i biznesit. Protesta hyri në makinerinë e amplifikimit të algoritmik dhe protesta u shndrua në arenën e aktorëve dashakeqës. Kjo është e shëmtuar, jo protesta, jo qytetarët, por shtrembërimi i realitetit. Dhe kjo nuk është një histori vetëm shqiptare. Algoritmi nuk ka nevojë të shtypë përmes një policie sekrete, apo duke rrahur njerëzit në rrugë, apo duke mbajtur të burgosur politik, por mbyt gjithçka tjetër përveç indinjatës. Kjo është ajo që shihni ju në Gjermani dhe në Europë. Në fjalën e tij, kryeministri u ndal dhe te roli i inteligjencës artificiale në administrat, duke thënë se qeveria shqiptare po e përdor teknologjinë për të rikonceptuar proceset vendimarrëse dhe për të ulur hapësirat e korrupsionit, veçanërisht në prokurimet publike. Ne nuk e sodhëm inteligjencën artificiale në qeveri për të zvendësuar njerëzit, por për të rikonceptuar një prej vendeve ku qeverisja demokratike është më e cënueshme. I bën vetes një pyetje: çfarë do të ndodhë nëse AI do të bëhej partner inteligjente gjatë procesit të prokurimit publik? Dhe sot po ndërtojmë pikërisht këtë gjë. Dhe ëndra ime është që ta finalizojmë dhe pastaj t'ia shesim Gjermanisë, po sepse pas 35 vitesh që Gjermania na gozhdon që duhet të luftojmë korrupsionin, do ishte fantastike nëse do të kontribonim që gjermanët të luftonin edhe ata ca nga korrupsioni i tyre. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se një raport faktmbledhës i miratuar nga Asamblea e PP-s e përshkruan Shqipërinë si një vend të prekur nga krimi i organizuar dhe korrupsioni. Ai reagoi gjithashtu për incidentet gjatë protestës para kuvendit, duke akuzuar policinë e shtetit për përdorim të tepruar të forcës ndaj protestuesve. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Asamblea e Partisë Popullore Europiane ka miratuar një raport faktmbledhës për Shqipërinë, i cili sipas tij përshkruan një sistem të kapur nga krimi i organizuar, trafiku i drogës dhe struktura kriminale. Shqipëria është një shtet i kapur nga krimi, droga, organizatat kriminale. Shqipëria, sipas raportit i cili citon Videmin, nuk bëri zgjedhje as të lira as të ndershme, por përkundrazi me deficitet të thella të mëdha në parimet themelore të procesit zgjedhor. Kreu i opozitës u ndal dhe tek ngjarjet e protestës së zhvilluar para kuvendit, duke dënuar reagimin e policisë së shtetit ndaj protestuesve. E kam quajtur një egërsi shtazore. Unë kam pa Saudi emrat përveç Goxhajt, që e ka shpall Edi Rama agent të këtij e të atij me radhë, të cilët absolutisht nuk po kryenin asnjë akt dhune. Përkundrazi, po mbani një qëndrim, mund të them edhe dashamirësh ndaj policëve, po ju ofronin ujë në atë vapë të mërshme dhe vërsulja me tërbim ndaj tyre. Ajo skena me atë djalin me bluzë të zezë, ajo rikujtonte skenën e Zvërnecit. Në vijim të deklaratës së tij, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përpiqet të ndikojë opinionin ndërkombëtar kundër protestës. Sipas tij, kryeministri ka shpërndar mesazhe në nivelet e larta të politikës europiane, duke paraqitur lëvizjen e protestuesve si të lidhur me struktura të huaja, një pretendim që Berisha e hodhi poshtë si të pabazuar dhe pa prova konkrete. Ka shpërnda me qindra dhe mira mesazhe në të gjithë elitën europiane, në të cilat e paraqet lëvizjen e idealeve më fisnike rinore të trive shqiptar, si një lëvizje të organizuar dhe të frymëzuar nga garda revolucionare famzeze e Iranit. Ka angazhuar kompani të huaja, ka angazhuar shuma të mëdha,
një numër të madh, një armatë të tërë në betejën kundër algoritmit, vetëm e vetëm që t'u marrë protestuesve algoritmit. Komisioni i Reformës Zgjedhore ka zhvilluar një seancë dëgjimore me drejtues të institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë, ku fokusi kryesor ishte parandalimi dhe lufta ndaj krimit zgjedhor. Kreu i SPAK paraqiti propozime për ndryshime në kodin penal, ndërsa u theksua edhe nevoja për rritjen e bashkëpunimit mes institucioneve. Komisioni i Reformës Zgjedhore ka thirrur në seancën dëgjimore përfaqësues të institucioneve kryesore të drejtësisë dhe sigurisë, përfshir kreun e SPAK-ut, prokurorin e përgjithshëm, drejtuesin e policisë së shtetit dhe kreun e Agjencisë së Inteligjencës Financiare në kuadër të diskutimeve për ndryshime në ligjin elektoral dhe forcimin e luftës kundër krimit zgjedhor. Gjatë seancës, debatet më të forta u shënuan në dëgjesën e përfaqësuesit të strukturës së posaçme antikorrupsion, ku përfaqësuesit të opozitës ngritën një sër pyetjesh edhe për çështjet që janë aktualisht në hetim, duke e politizuar pjesërisht diskutimin institucional. Ti përmbajmë i rendi ditës, ama qepe gojën tani dër. E leken, vëllë gojën, se të kam gjuhë fort. Deputetët e opozitës e panë prezencën e Brahës si një mundësi për të pyetur për çështjet në hetim që janë pjesë e betejave të tyre. Flitet që në vetëm qarkun e Lezhës janë hedhur 6 milion euro për zgjedhje. Nga burojnë këto lekë? Nëse unë do vijen seancën tuaj dhe do thoja që kam dëgjuar që flitet që janë paguar 600.000 euro për zgjedhje në këtë qark. Po ta pranoni si prof për të akuzuar dikë tjetër? Merakut të Albana Vokshit për patronazhistët e PS-s, kreu i SPAK, Braho ju përgjigj se SPAK nuk e ka këtë kompetencë. Në dispozitat e kodit penal, në seksionin 10, në kreun përkatës që bën fjalë për krime zgjedhore, nuk ka një vepër penale që të ndëshkojë penalisht patronazhimin. Dhe aq më tepër, kjo vepër penale të jetë në kompetencë të SPAK-ut. Kreu i SPAK-ut paraqiti një sër rekomandimesh konkrete për ndryshime në kodin penal, duke theksuar nevojën për rishikimin e politikës së dënimeve për veprat penale që lidhen me krimin zgjedhor. Një nga çështjet që mund të vlerësohen në kuadër të reformës është rishikimi i politikës penale, si në raport me masën e dënimit, ashtu në raport me profilin dhe rolin e autorit në skemën e korrupsionit zgjedhor. Ky rishikim nuk duhet të jetë as i përgjithshëm dhe as mekanik. Ai duhet të diferencojë zgjedhësin, përfaqësues të subjekteve politike, kandidatin, zyrtarin e lartë apo në postin civil. Në fokus të diskutimeve ishte edhe task forca e ngritur për zgjedhjet e vitit 2025. Çfarë nuk funksionoi? Unë e thash edhe më përpara. Ishte një përpjekje e parë, ishte eksperjenca e parë e SPAK-ut. Dhe si një eksperiencë e parë, sigurisht shumë gjëra dhe për SPAK-un ishin të panjohura dhe u përballëm dhe me eksperienca të reja, të cilat duhet të shërbejnë dhe si një përvojë për herën tjetër. Institucionet përgjegjëse për media në komunikimet elektronike, policinë dhe administratën tatimore pritet të nënshkruajnë brenda 30 ditëve një memorandum bashkëpunimi për krijimin e një task force kundër piraterisë digjitale. Kuvendi ka kërkuar që në këtë nismë të përfshihen edhe institucionet e drejtësisë. Autoriteti i mediave audiovizive, Autoriteti i komunikimeve elektronike dhe postare, Policia e Shtetit dhe Drejtoria e Tatimeve pritet të formalizojnë brenda 30 ditëve një memorandum bashkëpunimi për krijimin e një task force të përbashkët kundër piraterisë digjitale. Kuvendi ka kërkuar që në këtë mekanizëm të përfshihen edhe institucionet e drejtësisë, duke vlerësuar se lufta kundër këtij fenomeni kërkon koordinim më të gjerë ndërinstitucional. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Tauland Balla u shpreh se mbetet në vlerësimin e SPAK-ut për fshirja e tij në këtë proces, ndërsa theksoi se prokuria e përgjithshme duhet të marrë një rol aktiv në koordinimin e ndjekjes penale për rastet e piraterisë. Pirateria sot nuk kufizohet me të njëjtin sinjal televiziv i marrë pa autorizim apo me një faqe internetit pa lishme. Ajo operon përmes platformave streaming, përmes IPTV-ve pirate që vjedhin sinjalin e operatorëve të ndershëm dhe shesin ato për përfitime të vetat. Serveret vendosur jashtë jurisdiksionit ton kombëtar. Lufta kundër këtij fenomeni kërkon shumë më tepër se sa ndërhyrje ligjore dhe kërkon, për këtë jemi mbledhur, dhe institucione të koordinuara me njëra tjetrën, jo vetëm dy institucione që kam në krah, por edhe institucionet e prokurisë, institucionet e policisë shtetit dhe institucionet të tjera të përfshira në këtë luftë të përbashkët.
Kryetarja e AMOS, Armila Krasniqi, e cilësoi piraterinë digjitale, një fenomen të organizuar që shkon përtej kopimit palishëm të përmbajtjes, duke theksuar se ajo përbën një kërcënim serioz për tregun audioviziv dhe për konkurrencë të ndershme. Përbën një kërcënim të drejtë për funksionimin e tregut audioviziv, për cënimin e subjekteve të lishëm, për dëmin real të tyre. Megjithatë, këto mundësi për ta zhvilluar këtë aktivitet të palishëm, pirateria televizive dëmton operatorët që investojnë në mënyrë të lishme në përmbajtje cilësore, cënon konkurrencën e ndershme, ul stimujt për të bërë investime të reja, kufizon zhvillimin e industrisë kryese dhe në fund të fundit dëmton edhe vetë publikun, i cili në fakt ekspozohet ndaj produkteve me një cilësi të ulët, pa garanci sigurie dhe shpeshherë shoqëruar me rreziqe kibernetike. Kryetari i AKEP, Gentian Sula, theksoi nevojën për përforcimin e masave administrative dhe ndërtimin e këtij sistemi të qëndrueshëm ndërinstitucional që nuk kufizohet vetëm te identiteti i shkelësve, por synon një reagim të koordinuar dhe efektiv. Unë do të thosha që përvoja e vendeve të Bashkimit Evropian, veçanërisht modeli italian, tregon se rezultatet më efektive arrihen kur masat ligjore, teknologjike dhe bashkëpunimi institucional funksionojnë në mënyrë të integruar. Edhe Shqipëria mendoj se duhet të synojë ndërtimin e një sistemi të koordinuar dhe të integruar për të garantuar reagimin më të shpejtë tek pirateria. Në diskutimet e kuvendit u theksua gjithashtu nevoja për një sistem të shpejtë ndërhyrje në rastet e transmetimeve pirate, veçanërisht për evente sportive të mëdha, ku dëmet ekonomike janë të menjëhershme dhe të konsiderueshme. Gjendja shëndetësore të plagosurve nga aksidenti me autobus në linjën Berat-Tiranë ka shënuar përmirësim. Sipas spitalit të traumës, 5 pacientë janë larguar pas trajtimit mjekësor, ndërsa disa të tjerë vijojnë të marrin kujdes intensiv dhe të mbahen në monitorim të vazhdueshëm. 5 nga pasagjerët e furgonit që u aksidentua një ditë më parë në aksin rrugor Berat-Tiranë kanë lënë ambientet e spitalit të traumës, pasi gjendja e tyre shëndetësore është stabilizuar pas trajtimit mjekësor. Sipas informacionit zyrtar nga spitali, pacientët kishin mbërritur në gjendje të vetëdijshme dhe nën kujdesin e mjekëve, ndërsa pas ekzaminimeve dhe ndërhyrjeve të nevojshme janë liruar këtë të mërkur. Mjekët bëjnë me dije se pritet të largohet edhe një tjetër i lënduar, duke çuar në 6 numrin e personave që dalin nga spitali. Në gjendje më të rënduar vijon të jetë një fëmijë 8 vjeçar, i cili po trajtohet në reanimacion, por sipas mjekëve paraqitet me parametra jetësore stabil. Po ashtu, nën monitorim intensiv ndodhet edhe një shtetase 56 vjeçare me 9 shtetësi, vietnameze dhe çeke, e cila ka dëmtime të shumta, por është e stabilizuar, ndërkohë një 14 vjeçar që fillimisht u raportua në gjendje të rëndë tashmë ka dalë nga rreziku për jetën dhe është transferuar në pavion, ku po merr trajtim për dëmtime në gjymtyrët e poshtme. 3 pacientë të tjerë vijojnë të qëndrojnë në observim në urgjencën e traumës pas ndërhyrjeve kirurgjikale dhe sipas mjekëve gjendja e tyre paraqitet e qëndrueshme. Sa i përket shoferit të furgonit 36 vjeçar që humbi jetën në vendngjarje, grupi hetimor dyshon për një atak kardiak si shkak të mundshëm të aksidentit, pasi deri tani nuk janë konstatuar shenja të frenimit apo manovrave shmangëse. Sipas të dhënave paraprake, ai nuk rezulton me shkelje të mëparshme në qarkullim, ndërsa automjeti kishte kaluar kontrollin teknik rreth një muaj më parë. Gjykata e posaçme ka rrëzuar akuzat e ngritura nga SPAK ndaj kryetares së bashkisë Roskovec Majlinda Bufi, duke e shpallur të pafajshme për akuzën e përdorimit të funksionit publik për qëllime zgjedhore. Vendimi u mor pas hetimeve që lidhen me zgjedhjet vendore të 14 majit të vitit 2023. Gjykata e posaçme ka shpallur të pafajshëm kryebashkiaken e Roskovecit Majlinda Bufi, e cila është marrë pandehur nga SPAK për akuzën e përdorimit të funksionit publik për veprimtarinë zgjedhore. Hetimi ndaj saj ishin nisur pas dyshimeve se gjatë fushatës së zgjedhjeve vendore të 14 majit 2023, ajo kishte përdorur detyrën për të ndikuar në vullnetin e votuesve. Çështja u hap pas publikimit të një videoje ku sipas prokurorisë së posaçme kryebashkiakja shfaqej duke ushtruar presion ndaj një qytetare për të mos votuar. Gjatë shqyrtimit gjyqësor rezultoi se shtetasi i përfshirë në video kishte votuar në zgjedhje, ndërsa gjykata vlerësoi gjithashtu se materiali filmik kishte realizuar shumë kohë përpara periudhës zgjedhore, duke konsideruar këtë një element në favor të pandehurës. Prokuria e posaçme kishte kërkuar më herët dënimin me burg me mundësinë e konvertimit në shërbim prove për 2 vite. Gjykata konstatoi se nuk u pranua më tej çdo dyshim i arsyetueshëm që kryebashkiakeja të ketë kryer veprën penale për cilën akuzohej. Në vendim u urdhëruar që materialet e sekuestruara përfshirë
FSB-n në skedarin Roskoveci dhe 2 skedar të tjerë të administruar në dosje mbeten pjesë e dokumentacionit gjyqësor. Vendimi mund të ankimohet brenda 15 ditëve në gjykatën e posaçme të apelit, ndërsa seanca u shpall nga gjyqtarja Irena Gjoka. Gjykata e lartë ka vendosur të shfuqizojë vendimin e apelit të Tiranës që dënoi me burgim të përjetshëm Mexhit Picarin për vrasjen e dhëndrit të tij, Kudret Saliajin. Çështja do të rikthehet për rigjykim në apel nga një trup tjetër gjykuese. Gjykata e lartë ka prishur vendimin e datës 12 korrik 2023 të gjykatës së apelit në Tiranë, e cila kishte dënuar me burgim të përjetshëm Mexhit Picarin për vrasjen e dhëndrit të tij Kudret Saliaj. Sipas vendimit, çështja do të rigjykohet në gjykatën e apelit në të njëjtën trup gjyqësore. Ky zhvillim vjen pas rekursit të paraqitur nga avokati Adriatik Cama, i cili mbeti i plagosur gjatë ngjarjes së ndodhur pranë gjykatës civile në Tiranë. Në rekursin e tij, Cama ka kërkuar që në proces të rishqyrtohet edhe përgjegjësia penale dhurata Saliajit, vajzës së Mexhit Picarit dhe ish bashkëshortes së viktimës, duke pretenduar për fshirjen e saj si bashkëpunëtore në vrasje. Më herët gjykata e apelit kishte lënë në fuqi me burgim të përjetshëm për Mexhit Picarin, ndërsa dhurata Salia ishte dënuar me 4 vite e 6 muaj burg për veprën penale të krijimit të kushteve për kryerjen e vrasjes, duke rrëzuar akuzën për bashkëpunim në vrasje. Ngjarja e rëndë ndodhi në 4 qershor 2021 në një lokal pranë gjykatës civile të Tiranës, pak minuta përpara një seance gjyqësore që lidhej me procesin e divorcit dhe kujdesarinë e 3 fëmijëve të çiftit. Sipas dosjes hetimore, Mexhit Picari qelloi për vdekje Kudret Saliajin, ndërsa gjatë shtunave mbeti i plagosur edhe avokati Adriatik Cama, i cili ndodhi në të njëjtën tavolinë me viktimën. Seanca gjyqësore në apelin e posaçëm ndaj Ilir Selmanit, i dënuar me 26 vite burg për vrasjen e ish policit Santiago Malco, është shtyrë. Vendimi u mor për shkak të mungesës së konkluzioneve nga mbrojtja, ndërsa Selmani vazhdon të qëndrojë në arrest shtëpia. Seanca në apelin e posaçëm për çështjen e Ilir Selmanit, i dënuar më herët me 26 vite burg për vrasjen e ish policit Santiago Malco, është shtyrë për një datë tjetër. Shtyrja e seancës erdhi pasi avokatët mbrojtës nuk ishin përgatitur konkluzionet përfundimtare, duke bërë që gjykata të caktojë seancën e radhës me 7 korrik. Ilir Selmani, i cili aktualisht ndodhet në masën arrest shtëpie, u shoqërua në ambient të apelit posaçëm për zhvillimin e seancës. Masa ndaj tij është ndryshuar më herët pas përfundimit të afatit të paraburgimit dhe kthimit të çështjes për gjykim nga gjykata e lartë në apelin e gjykatës. Gjykata ka miratuar më herët Selmanin edhe kërkesën për ndryshim në vendbanimi për shkak të kushteve të vështira në të cilat qëndronte. Ndërkohë situata për banesës së tij ka qenë tensionuar. Pak ditë më parë, pranë zonës ku ai qëndron, në ruajtje policore, u arrestua me armë Emiliano Nina, një person i njohur për lidhje me Ervis Martinaj, ngjarje që ka ngritur dyshime për një tentativë të mundshme atentati me motive hakmarrjeje. Ilir Selmani është shpadhur fajtor nga GKK-ja si pjesë një grupi të njohur si Duka për ekzekutimin e ish policit Santiago Malco në 19 gusht 2019, ngjarje që dyshohet të ketë lidhje me konfliktet e botës së krimit të organizuar. Vijoj me informacione nga Kosova. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka prezantuar raportin vjetor të inspektimeve për vitin 2025, duke paralajmëruar një reformë të thellë për modernizimin e sistemit dhe rritjen e efektivitetit të kontrolleve shtetërore. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka prezantuar raportin vjetor të inspektimeve për vitin 2025, ku ka bërë të ditur se qeveria synon modernizimin e plotë të sistemeve të inspektimit dhe kalimin drejt një modeli të ri të bazuar në vlerësimin e riskut. Sipas këtij modeli, subjektet ekonomike do të karakterizohen sipas nivelit të rrezikut që paraqet aktiviteti i tyre. Bizneset me risk më të lartë do të nënshtrohen kontrolleve më të shpeshta, ndërsa subjektet që përsërisin shkeljet ligjore do të përballen me masa më të ashpra për fshirë gjobat dhe kallëzimet penale. Reforma vlerësuar edhe nga Banka Botërore, e cila thekson se një sistem i inspektimit funksional dhe i mirë strukturuar krijon kushte më të favorshme për investime dhe rritësigurinë ekonomike, ndërsa reduktimi i burokracisë ndikon pozitivisht në zhvillimin e biznesit. Ndërkohë, sipas disa organizatave monitoruese, gjatë vitit 2025 është regjistruar rritje e numrit të inspektimeve në Kosovë dhe kjo nuk është shoqëruar gjithmonë me përmirësimin e zbatimit të ligjit, pasi në disa raste sanksionet nuk janë konsideruar mjaftueshëm parandaluese. Qeveria e Kosovës thekson se reforma e re synon të adresojë pikërisht këto mangësi duke forcuar kontrollin, por edhe duke rritur efektivitetin e ndëshkimeve ndaj shkelësve të ligjit.
Të nderuar teleshikues, në vim ju ftoj që të ndiqni parashikimin e motit për ditën e nesërme. Territori shqiptar për datën 2 korrik 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, me alternime kthjellimesh dhe vranësira shkalimtare. Në pjesën më të madhe të vendit do të mbizotrojë moti me diell, ndërsa gjatë orëve të pasdites në relievet malore priten zhvillime vranësirash, të cilat lokalisht mund të shoqërohen me rreshe të dobta dhe afatshkutra shiu. Temperatura do të pësojë një rënje të lehtë në krahasim me ditën e mëparshme. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat e izoluara malore gjatë pasdites priten vranësira kalimtare. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 34 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet rreth 8 deri në 10 orë me diell. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 20 deri në 34 gradë Celsius. Kukës 17 deri në 30 gradë Celsius. Peshkopi 16 deri në 29 gradë Celsius. Tiranë 19 deri në 33 gradë Celsius. Durrës 23 deri në 31 gradë Celsius. Kavaj 22 deri në 31 gradë. Elbasan 20 deri në 33 gradë. Berat 21 deri në 33 gradë. Korç 13 deri në 26 gradë. Florë 23 deri në 30 gradë. Gjirokastër 16 deri në 28 gradë. Sarand 23 deri në 30 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 2 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mot pjesërisht i paqëndrueshëm. Paraditja do të nisë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash, ndërsa gjatë pasdites në disa zona pritjen rreshe lokale shiu të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Temperatura do të shënojë në rënje të ndjeshme krahasuar me ditën e mëparshme. Paraditja do të ketë një mot pjesërisht të kthjellët, ndërsa pasditja do të sjellë vranësira dhe rreshe lokale. Temperaturat minimale priten të zbresin deri në 14 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë 6 deri në 7. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic 15 deri në 27 gradë Celsius. Podujev 14 deri në 26 gradë. Skënderaj 15 deri në 27 gradë. Pej 15 deri në 27 gradë. Prishtinë 15 deri në 27 gradë. Gjakov 16 deri në 28 gradë. Malishev 16 deri në 28 gradë. Gjilan 15 deri në 27 gradë. Ferizaj 15 deri në 27 gradë. Kaçanik 14 deri në 26 gradë. Suharek 16 deri në 28 gradë. Prizren 16 deri në 28 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur në këtë edicion informativ. Së bashku do të rishim në edicionet e ardhshme. Deri atëherë, miru takofshim.